vendosur që po mbyllum këtë aktivitet për shkak të faktit që më ka emocionuar, dhe dëgjojmë, më ka emocionuar që në fillim të ideja, kur Rezi ka bërë të parë që është duke bërë të shafil, jam mësuese praktikisht edhe se jam gazetar, dhe dua fort çdo mësues që ka ndikuar në jetën time. Jam kujdesur të kuptoj cilët janë mësuesit e vajzës sime, dhe tani kur se cila për shklet, unë filloj qarë. Tani kuptua ka mbyllur me qarë se do të qarë këtu, do të them që jeni fantastike. Ka dhe mësues po një. Dhe do të aprendem gjithë të marë, se një farë mënyrë është pak femërore mësuesia base. Po jeni gjitha bukura, jeni gjitha fantastike, jeni gjitha të mrekullueshme, jeni frymëzimi ynë, jeni fati ynë. Nuk dëgjoj mirë, se kam të rëndësishme të dëgjoj. Kam interesuar vetëm Zysh Majlindën, dhe tani, po doja që të interesoja se cilën prej jush, sepse kjo që bëri ky fondacion, duke e nisur, sepse praktikisht ky projekt pilot nisi këtëherë, madhëmendja do vazhdojë dhe do të shtrihet, dhe kam përshtypjen që në Shqipëri funksionon kështu, sa më dikush të diçka, fillojnë shumë të tjerë. Kush e di çfarë do ndodhi me të tjerët vitin tjetër, po uroj që të bëhen shumë dhe të fillojnë nga rruga 13 pastaj nga komisja. Do finisë para vite më parë, kujtuam që e interesova kur ishte drejtoresh e Petronimit. Dhe më mund si tani pyetjen që i bëra fëmijëve. Kush është Petronimi? Ne do të dim kush është Petronimi, kush është Mirashi Kanali, ne do të tregojmë fëmijëve tanë që të humbin krenari për këtë vend, dhe mos e lënë asnjëherë, se kur me njohëm nuk mund ta dua. Ju jeni arsyeja që fëmijët tanë ne duam të bëjmë. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Do jem për çfarë do të duhet, sepse do ani drejt në arisin. Faleminderit.